Aleanca për shqiptarët e Arben Taravarit nuk po gjen qetësi, pasi shumë figura drejtuese të saj janë larguar nga partia, e disa të tjerë nga postë qeveritare. Gjatë ditës së djeshme nga pozita e deputetit të ASH-s dha dorëheqje Salim Sulejmani, ndërsa më vonë me një video drejtuar opinionit doli zëvendës kryeministri Arben Fetai, duke thënë se rruga e ASH-s nuk kalon ka Hali Ahmeti dhe se nuk do të lejon të kthehet BDI-ja. Ndërsa sot, nga posti i zëvendës ministrës së mbrojtjes të ka dhënë dorëheqje Elfete Ismaili. Ngjarjet e fundit në ASH i ka komentuar edhe koalicioni Vlen. Sikurse deputeti Sulejmani janë të mendimit pjesa dërmuese e strukturës Aleancës për shqiptarët dhe dorëheqjet kanë filluar të shfaqen në mënyrë masive. Kjo, sepse votuesi i ASH-s nuk e gëlltit vajtje në prehrin e Ali Ahmetit vetëm për shkak të pazareve të Taravarit. E ish bashkëpartiakëve të tij ju ka reaguar ish kryetari i tyre Arben Taravari, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale tha se rruga e dinjitetit nuk kalon duke lënë partinë për një koltuk ministri. Rruga Arbën Xhaferit nuk kalon nga qeveria që të quan 20%. Rruga e ndryshimit nuk kalon duke kërcënuar me burgje shqiptarët. Rruga e ndryshimit nuk kalon duke shitur pozitën e deputetit për të shkuar ambasador në Arabi. Rruga e dinjitetit nuk kalon duke lënë partinë për një koltuk ministri. Situata në ASH nuk mbaron me kaq. Gjatë ditës së djeshme, zëvendës drejtori i doganave Garib Kaba njoftoi se policia ka arrestuar 2 djemtë e tij për shkak se, siç tha, ngjoja kërcënimit ndaj ish deputetit Salim Sulejmani. Kaba informacionet e policisë i quajti shpifje dhe tha se regjimi hibrid ka filluar me përndjekje. Me fjalë pothuajse të njëjta, këtyre të fundit ju doli në mbrojtje edhe vetë partia Aleanca për shqiptarët. Kujtojmë se të shtunën disa eksponentë të ASH-s, Arben Fetai, Feta Alimi dhe Azir Aliu, të pakënaqur me vendimin e Taravarit që u largua fillimisht nga Vleni e më pas edhe nga qeveria, ishin në Prishtinë, ku takuan kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.